e burgosur në formë qafasi për gratë mujahedin në Iran. Rikthimi kujtimeve. Unë isha Hangame Haji Hasan, infermiere në spitalin Sina. Më arrestua në vitin 1981 me akuzën e mbështetjes së organizatës së mujahedinëve të popullit dhe kalova 9 vjet në burget Evin dhe Xhexhel Hesar. Në sistemin e akondëve, gruaja në parim nuk konsiderohet njeri, e lëre më kur të rezistoj dhe të thot jo atyre. Prandaj, gratë e burgosura mujahedine dhe luftëtare torturoheshin me ashpërsi të madhe. Një nga torturat që Haxhi Davud Rahmani, Xhelati, bashk me Lajvordin Kasapin, zbatoni në burgun e Xhexhel Hesarit, ishte qafasi. Unë vetë kam qëndruar gati 8 muaj në këto qafas. Qafasi ishte një vend i tmerrshëm, sepse na mbanin të ulura në një hapësirë vetëm 50 cm. Nuk ishim të drejtë të flisnim, nuk ishim të drejtë as të kolliteshim, nuk ishim të drejtë të lëviznim dhe nuk ishim të drejtë të flinim. Vetëm të ulura me sy të mbyllur, për kohë shumë të gjata, pa mundur të shihnim asnjë dritare. Pra një botë e zezë dhe e errët, shoqëruar me heshtje absolute. Ata donin të na thyenin dhe të na detyronin të tradhtonin, por pavarësisht të gjitha këtyre torturave, ashtu siç thash, shumë gra mujahedine me rezistencë shumë të lartë arritën të thyenin vetë regjimin dhe i vunë në gjunjë Haxhi Davud Rahmanin dhe Lajvordin Kasapin. Në vitin 1988, pothuajse të gjitha vajzat me të cilat isha në qafas u varën. Ndërto ishte edhe Shokër Muhamadzade, shoqja ime e dashur, e cila për 7 vjet kishte duruar tortura në seksione të ndryshme burgu, në pavionin 350, në njësinë rezidenciale, ku kishte qëndruar vetëm 14 muaj dhe torturat në atë njësi ishin poshtëruese dhe të rënda në mënyrë të pafolur kundër grave. Pasaj ishte Akram Bahador, të cilën e varën po në atë vit 1988 bashk me shokrin. Mallkim mbi këtë regjim që i çoi gratë mujahedine dhe luftëtare të Iranit në litaret e varjes.